janë diskutu brana partisë. Dhe pastaj kushdo që është kryetar, a zotëri Abdi Gjiku apo kushdo tjetër, është vendimi i Këshillit Drejtues, futemi në koalicion, nuk fut, kjo është marrëveshja, këtë e kërkojmë që është shumë legjitime për secilën parti politike mi pas kërkesat e vetë. A mund t'i veshet në këtë formë LDK-s një farë formë edhe ajo hija e bllokimit? Po ja kanë vesh vetës. Fakti që kryetari del edhe thot disa po më pengojnë me po koalicionin, ti automatikisht ja kanë vesh partisë, sepse je kryetari i partisë edhe asaj gjysmë se sa janë të tjerët, domethënë e ke përbrendësu një përgjegjësi që nuk e ke pas. E ke pas një pjesë sa 13%, 15 deputet që i kanë, këtë përgjithësi e ka pas LDK. Tani me marrjen e problemeve dhe trajtimin e saj brenda LDK-s, që tani gjithë jemi duke e pritë se kur do të mbahet ai kuvend ose cilat do të jetë marrëveshja, LDK-ja ka marrë një përgjithësi më të madhe që nuk i takon, po kjo është për shkak të zhvillimeve të brendshme. Për atë e thash fillim që partitë jo vetëm që s'kan komunikuar njëra me tjetrën, po edhe brenda vetes ka mungu një debat se çka pas zgjedhje, cili do të jetë pozicioni. Sidomos LDK. Vetëvendosen është s'ka nevojë se në aleancë për zonë ku vendos kryesisht lideri. Në LDK nuk mundet bash let me vendos vetëm lideri. Andaj do duhet që këto çështje të shtërrohet një debat i brendshëm edhe para zgjedhjeve, edhe pas zgjedhjeve, se cili do të jetë pozicioni jo. Një pozicion i cili është kogja shumë kontradiktor. Para 6-7 mujve, 8 mujve, LDK s'pranonte në asnjë mënyrë marrëveshje me vetëvendosin. I pati 2 ftesa, apo? Tani po thuaj se dhe njëjtin mos ja as me vetëvendosin, as me partitë opozitore. Tani si duket ka vendosur të jetë pjesë e marrëveshjes edhe me çmimin e ndarjes partisë, sepse si duket një pjesë e konsiderueshme nuk janë pro një marrëveshje ashtu siç po flitet në opinion, nuk kemi informata nga brenda. Dhe tani me çmimin e dëmtimit partisë kanë vendosur që të bëhen pjesë e marrëveshjes, pra ka një shpërputhje kogja të madhe të qëndrimeve të vetë të partisë së LDK-s. Këtë përgjithësia kanë vesh vetë leadershipi vetë LDK-s, sepse ne këto ditë do dojë seancat kryhet qysh më herët. Ne ende jemi duke pritë se çka do të ndodhë me kuvendin e LDK-s, që nuk e dim cili do të jetë epilogu, dhe vërtet është një përgjithësi që nuk do duhet ta merrte LDK-ja, sepse përgjithësinë e ka në bazë të përqindjes së votave që i ka. Edhe zotëri Retaj, kishte pasur edhe një reagim të kryetarit të LDK-s Lumir Abdi Gjiku, i cili kishte thënë se po i ndërpres negociatat, bisedimet me lëvizjen vetëvendosje për shkak të nismës për të kërkuar pra shkarkimin e vet Abdi Gjikut. A i bie kjo se një farë forme në një mënyrë i ka dalë në mbrojtje